Hej, përshëndetje, mirë se vini në një video të re dhe si që shikoni nga titulli, në këtë video do të kemi një Temu haul gjigant. Është këtu një kod, gjithashtu te kutia poshtë e përshkrimi, keni edhe një link. Dhe në qoftë se jeni përdorues të rinj, atëherë do të keni kupon deri në 100 euro për të shpenzuar tek Temu. Pra mos u mbisni nga oferta, edhe në qoftë se gjithashtu keni aplikacion, mund të hapni një aplikacion të ri me një email të ri, edhe pse jo të përfitojmë të gjithë nga këto kupona dhe dhurata që Temu jep. Tani po nis me të preferuarën time. Ju e dini fiksimin që unë kam me fixhan, gjithashtu po ju vendos këtu edhe produktin, edhe me çmime për kaftës, në qoftë se jeni të interesuar, gjithashtu edhe linqet do t'i gjeni poshtë te kutia. Tani të nisim me gjën e parë. Shikoni sa i bukur, ka marrë një fixhan dhe shikoni si është roz dhe është me zamër. Shumë i bukur, më pëlqen shumë kjo pjesa këtu. Edhe nuk e di, është fantastike me këto zemrat, mezi po pres që të pi matcha ose çaj dhe mund ta përdorni edhe për kafe sepse ka përmasa normale, nuk është shumë i madh si fixhan, por është shumë i bukur. Më super pëlqen edhe është thua te koleksioni im, se e dini ju shumë vdes për fixhan. Dhe normale që duhet merja te kjo porosia fixhan. Por edhe për tasa, më pëlqen shumë, dhe shkoni sa i bukur që është kjo. Është me pika, dhe, wow, nuk e di, sa po e pashtash, unë e dua këtë, duke për mëngjesin, me tërshër, me pak boronica, ose frutat e tjera, dhe duke shumë bukur ngjyrat, edhe për në Instagram, për foto, se normalisht çdo gjë tani marrin për foto, që t'jetë edhe e bukur. Por, plus dua që jenat e kuzhinës t'i kem cute, lezetshme, të veçanta, edhe ky është një nga këto gjërat e preferuara që kam bërë tek kjo porosia. Më super pëlqen, domethënë është porcelan, dhe shikoni sa të bukur që ka këtë pjesën këtu. Është i vogël, është i thellë, është fiks ideal për mëngjeset të shpejta. Tani po ju tregoj një herë këtë gjërat që kam marrë për shtëpi. Pastaj do kaloj tek rrobat, sepse e di që edhe rrobat i keni shumë qef, edhe do mundohem që edhe veshjet t'i provoj, që t'i shikoni edhe se si duken, si rin, edhe të keni një ide më të qartë për gjërat që po tregoj. Këtu kam një karton, një pako, sepse mora, kam marrë diçka shumë bukur. Gjëja që më pëlqen shumë të Temu është paketimi, që vjen super i sigurt, sidomos kur jemi të bëjmë me materiale që janë pak të ndjeshme, edhe delikate, siç është qelçi apo materialet e tjera. Dhe mora këtë për mjaltin, nuk kisha një vazo kastile që të vendos mjaltin dhe më pëlqen. Pëlqen që në të njëjtën kohë, përveç se është edhe kapaku i kavanosit, kemi këtu edhe lugën për të marrë mjaltin dhe e bën më të aksesueshme. Më pëlqen shumë bukur, minimalist, super. Edhe kjo pjesa ngjyra e drurit, do t'ju vendos linkun që ta gjeni më kollaj nëse ju intereson. Mezi po pres që ta vendos aty te kuzhina ime dhe një kupon tjetër. Në këto të shtëpisë kam shumë qef, edhe realisht i ka edhe cilësi shumë të mirë, edhe për çmimet që ofron këto në Shqipëri i gjen shumë herë më shumë. Prandaj një opsion shumë i mirë, se gjen të gjëra të veçanta, si kjo që kam marrë. Kjo është shumë e bukur, shikoni ngjyrën, është kjo ngjyra blu mbretërore dhe o zot sa e bukur që është. Kur e pash live nuk e mendoja kaq të bukur, është qelsh. Dhe shikoni sa bukur që është. Tani këtu mund vendosësh një qiri të bardhë, elegant, po mund vendosësh edhe ndonjë lule, mund ta përdorësh për çfarë të duash. Dhe shikoni sa e bukur që është, nuk e di. Ose mund ta lësh edhe kështu tek komodina, edhe kështu shumë bukur duket, ose te tavolina për pak ngjyrë. Nuk e di, më pëlqen shumë e bukur. Është fantastike. Mora këtë, keni edhe modele të tjera, ngjyra të tjera që ju shkojnë. Merrni ato që ju shkon me arritimin tuaj të shtëpisë. Por, unë zgjodha këtë. Diçka tjetër, edhe kjo vinte në kuti, por unë e kam nxjerr.
Dhe shikoni se bukur që është, ka këtë pjesën e ngjyrës së drurit që mua më shkon shumë në pjesën e sallonit, edhe ka këtë këtë qelçin e vogël. Keni parasysh kur keni ndonjë lule që e keni shumë qejf edhe doni të nxjerrni rrenjë, por nuk keni ku ta vendosni ndonjëherë në gotë, pa ajo nuk rri shumë, nuk përshtatet, këtu vendos atë lulen edhe ajo do nxjerrë rrenjë këtu, është shumë e bukur. Edhe për dekor është e bukur, por gjithashtu funksionon edhe për këtë gjë. Ja kam parë erësit që e ka, ajo e ka me 3 si këto, edhe më pëlqeu shumë edhe thash që ta marrë dhe unë një të tillë. Edhe do ta shikoni në shtëpi sa bukur do ta vendos atë lulen. Kam një lule fasule, që është ajo që zjatet, do ta vendosim këtu, edhe pse jo të krijoj rrënjë dhe ta mbjell në një vazo tjetër. Kjo ishte në paketim kartoni, por e hapa edhe paketimi është fantastik, siç ju kam thënë. Dhe shikoni çfarë kam marrë. Kam marrë organizuese për shtëpinë, që vendosen aty tek kuzhina për të organizuar gjitha ushqimet. Edhe më pëlqeu sepse ishin nëpër masa të ndryshme. Edhe unë pyeta gjithashtu edhe në Instagram se ku mund të gjeti të gjitha gocat, më thanë tek Temu. Edhe shikoni sa të bukur që janë qelç. Më pëlqejnë, më zgjodha këtë me përmasa të ndryshme që këtu mund të fus ndonjë faraçia ose diçka të tillë, fara liri. Kurse këto janë pak më të mëdha. Sa të bukura që janë. Këtu mund të vendos gjëra të tjera, thjerza ose oriz, varet çfarë keni ju dëshirë. Pastaj është përmasa tjetër, që është pak më e vogël, edhe mund ta përdorni për çfarë të doni në kuzhinë. Është edhe përmasa tjetër. Ka 2 të vogla, janë plot. 1, 2, 3, 4, 5, janë 5, edhe për çmim fantastik. Është kjo është shumë virale. Që nga silikon sa e lezetshme. Keni parasysh që janë mbush me ujë këtë. Këtu. Se këtu larg duhet të mbushësh. Gjalla këtë ngjyrën që të jetë sa më minimaliste. Edhe e vendos në ngrirë dhe pastaj ke këtë akullin dhe e vendos në fytyrë. Më pëlqen. Mendoja se ishte kauçuk, por më pëlqen shumë që janë nga kështu silikon. Shikoni materialin. Besoj se e kuptoni nga videoja. Dhe ja lën linkun edhe të kësaj se kushton të shumë pak lekë. Parasysh që kjo lule është bërë shumë e famshme që janë këto kaficat dhe unë kam marrë gjithë këtë pakon shumë pak lekë. Edhe këto tani mund të përdor për DIY të ndryshme. Ja janë kështu. Janë kështu. Të që ti mund t'i ngjisësh ose t'i kapësh. Edhe ka pa fund. Këto mund t'i përdorësh për kapse, sa bukur mund vendos, unë dua të bëj 2 palvat. Kam ato të vatëve, thjesht do t'i kap këtu. Dhe shkoni sa bukur që do duken. Ja, kështu. Për në verë, për në plazh, duken super bukur. Ose gjëra tjetër që del super bukur, nëse keni një paltaka të thjeshta, ngjyrë rozë, ngjyrë pastel apo edhe të bardha, mund t'ja vendosni të lulen aty, e kapni direkt çik. Kështu, dhe duken takat super të bukura. Edhe me qa mund t'i kapni? Me fillospang. E kap këtu, çik e rretullon aty te luli, tek ajo këpuca, e lidh, duken super bukura. Pastaj, nëse vitin tjetër nuk do jenë më në modë të lulet, shumë mirë, i heq, edhe ke takat të tua. Edhe mund të modifikosh në një fustan, mund t'ja shtosh. Një gjë tjetër që kam menduar janë rrobat e banjos. Kam një palë në ngjyrë pastel, në ngjyrë rozë, do t'i vendos këto lulet këtu tek pjesa e sutinës, edhe jam e sigurt që do duken shumë bukur. Prandaj i mora këto sapo i pash tash i dua patjetër. Ja, ka plot. Se nuk ju thash, po nëse vini re kam bërë çuka shumë me lapse dhe duken shumë cute. Nuk e di nëse vihet re. Ja. Hi. Tani do ju tregoj veshjet që kam marrë, sepse për veshjet Temu edhe ka gjëra të mira, por ndonjëherë edhe nuk janë gjëra të mira. Prandaj duhet që të shikoni këtë video dhe unë do t'ju rekomandoj gjërat që vërtet ja vlejnë. Sepse unë po i shoh këtu. Edhe e prek materialin dhe një nga këto gjërat e bukura që unë kam marrë është kjo bluzja në ngjyrë
të verdh, ngjyrë gjalpi, pastel, që ka dalë shumë në mod, kjo ngjyra e verdh, dhe shikoni sa e bukur që është me këto kopsat kështu, edhe nëse do t'ju tregoja, ka shumë sy, si stil, si prerje, edhe materiali është i ngrirë, provoj, edhe do ta shikoni edhe se si riveshur. Por shikoni, shumë e bukur, edhe materiali besoj se vihet re nga kamera, se çfarë materiali është. Marrë këtë bluzën, që është si crop edhe lidhet këtu para. Tani, materiali nuk është se është shumë i mirë, por është ky materiali që bëhen këto cropet kështu si me tyl, nuk di si ta shpjegoj këtë materialin. Edhe nuk është, jam penduar pak që e kam marrë, se nuk është se është shumë në stilin tim, por e pash aty, thash hajde po e marr ta provojmë. E sigur që do ta vesh ndonjëherë, se është e bukur, kombinon me fundet të bardhë, fundet të gjatë. Ta provojmë edhe të shohim se si më rrin, se me thënë të drejtën nuk e kam provuar akoma, edhe flas kot ndoshta. Unë kam hedhur këtë fustanin në Instagram dhe është bërë nami për këtë fustanin kaq të bukur që nuk e beson njeri që unë e kam marrë te ky aplikacioni, se ka shumë sy, edhe çmimi ishte fantastik, me thënë të drejtën. Shikoni sa bukur e ka dhe këtë pjesën mbrapa, si korsesh, që të mbledh. Edhe ky është fantastik. Të dizajnin e luleve e ka shumë bukur, kombinimin e ngjyrave, edhe materiali është shumë i mirë. Unë po i provoj që edhe të shikoni se si rrin veshur. Ndoshta duhet ta kisha marrë një mas më të vogël, sepse këtu tek gjoksi e kam çik të madh. Por nëse e vesh me futinë me mbushje, besoj se do rri super mirë. Unë e kam marrë masa mëja, por po e provoj, është kështu i gjatë, shumë e bukur. Come closer, dance for me. Tjetër që kam marrë këto tutat shumë të bukura që kombinon ka shumë me këtë filxhanin. Unë adoroj kombinimin roz me të kuqe, më duket shumë i bukur. Edhe janë këto. Nuk do doja ta kishte këtë shiritin lart të parë, po tani kështu ishin. Si bëra unë. Po shikoni sa bukura që janë, o zot, e keni parasysh sa në mod kanë dalë këto tutat me vija, po këto kanë edhe këto zëmrat e vogla që e bën edhe më të bukur dizajnin. Edhe ti provojnë edhe të shohin se si do rrin. Sa të bukura që janë. Kanë edhe këto litset këtu. Të shohin, kanë edhe xhepa, super mirë, se kam 2-3 të tjera në shtëpi, po janë pa xhepa edhe është pak e pesishme kur del jashtë në marketës. Po i provoj dhe të shohim se si duken. Marrë këtë setin, që edhe këtë e kam treguar në Instagram dhe e kam pëlqyer shumë gocat, po e tregoj dhe këtu në YouTube, është ky. Më pëlqen shumë sepse kjo lidhja këtu e bën shumë romantike edhe bën pak kështu si në vitet 70-80 me këtë lidhje kështu dhe më pëlqen. Shikoni sa bukur që duket. Kështu. Edhe ka dhe bluzën, që dhe bluzja është nga këto që do në vjet shumë në mod me lidhje para. Po, ndërkohë janë dhe këtë vit në mod janë. Edhe i bën kështu fjongo këtu para. Edhe materiali nuk është se është shumë i mirë, po janë shumë bukur ama. Po i provoj edhe të shohin se si duken. Unë këtë veshjen e mendoj në një piknik, edhe ti kem pak flokët si me volum, edhe një palë syze të bardha, me një palë pupa, edhe me te pupat të kemi par çorape me kështu, me tantel, edhe fix pra, si në vitet atëherë. Edhe më pëlqen si look kështu. Edhe kështu e mendoj, dhe do ta vesh, jo ja fjalën. Do të thënë ja vetes fjalën që do vishën kështu në piknik. Porosia mora vërtet rroba, edhe një nga këta është ky fustani, edhe më pëlqen shumë ngjyra, edhe materiali është shumë i mirë. Në fakt është pak i mbyllur këtu edhe nuk do e sugjeroja për tani në muajt e verës, po në shtator-tetor sigur që do ta vesh, edhe dua ta vesh me këpucë të zeza, me çorape, shikoni sa i bukur që është.
është fantastik, po e provoj edhe këtë, edhe ndërkohë e dini ju që linqet po ju alo poshtë tek kutia. Dhe për shtëpi, pas kam dhe diçka tjetër, është kjo përparsja. Në fakt të vinin 2, po një ja dha Shersit, se dhe ajo e pëlqeu shumë, dhe shikoni se bukur që është, ka edhe këtë xhepin këtu, nuk e di, është fantastike, me ngjan si këto përparsje në ndonjë lokal të vogël italian. Qershia mbitor që e lash të fundit është ky fustani, që është ngjyrë bezh, është shumë i bukur, ka këtë pjesën si korse mbrapa, si që të mbledh, edhe duket shumë bukur, nuk e di, më pëlqen, ka këtë pak si rrull, materiali është shumë i mirë, edhe kjo ngjyra që është shumë virale, e verdh, e lehtë, këtë sigur do ta marr edhe me pushime, është freskët, praktik, edhe ka edhe shumë syr. Ky ishte edhe hauli nga Temu, mos harroni kodin që është këtu tek ekrani për të fituar 100 euro kupon tek Temu. Dhe ne do shifemi në videon tjetër. Deri atëherë ju puç shumë dhe ju kam shumë gjan. Mirupafshim!